Kush ka shënuar tripletën më të shpejt në historinë e Champions League-s? A. Cristiano Ronaldo, B. Lionel Messi, 3. Obafemi Gomis apo D. Mohamed Salah? Mohamed Salah. Mos. Prisa i të thoshte Cristiano Ronaldo. Në cilin stadium u luhet finalja e Champions League në vitin 2023? Wembley, Stade de France, Stadiumi Olimpik Atatürk apo San Siro? Stadiumi Olimpik Atatürk dhe në absolut, për kaq vite sa kam që merrem me Champions League, që tani po fut, më thënë jemi në vitin e 9, është finalja që unë kam shijuar më shumë, më e bukur, kam qenë atje, kam qenë në Stamboll dhe në absolut finalja më e bukur. Cili ekip ka pasur fazën më perfekte në grupe, ose cili nga këto ekipe ka pasur fazë perfekte në grupe, do thotë që ka fituar gjitha ndeshjet e saj? Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona. Ose kujto ato që di, nuk është një, janë dy. Po tani duke patur parasysh se si kanë përfunduar sezonet e Champions League-s, dua të them Real Madridit. Megjithatë, mbaj mend ka qenë një sezon gjithashtu edhe i Bayernit, që gjithmonë nga busi shprehje nuk të falin gjermanët, nuk të falin. Megjithatë nuk shkuan asnjëherë në final. Nëse më bezdisi komplet kjo intervistë, nuk do të kisha bërë këtë segment intervistës se shkojmë tek salca e pest.